Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka lëshuar deklarata të forta në Tiranë ndaj BE-s, ku ndodhet për të marrë pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian. Osmani tha se Bashkimi Evropian po lëshon mesazhe të këqija për rajonin ton, duke thënë se po ju hapet dera atyre që shkojnë në Moskë, te Putini dhe bllokohet Kosova. Ka një bllokadë totale nga ana e BE-s, nuk vlerësohet puna jon, nuk vlerësohen reformat e ndërmarra, nuk vlerësohet fakti që ne jemi 100% me politikat e tyre sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë, por edhe politikave të tjera. Për fat të keq po jepet një mesazh shumë i keq për rajonin ton, më shumë po ju hapet dera atyre që shkojnë në Moskë dhe Putini, se sa për ne që nuk shohim rrugë dhe alternativë tjetër veç BE-s. Më shumë kemi kërkesë se sa kemi shpresë. Kërkesat tona do të jenë të zëshme, tha Osmani. Më tej, presidenti i Kosovës shtoi se nuk do të ketë takim në këtë samit me Aleksandar Vučićin. Nuk ka takim në samit me Vučićin. Takime dypalëshe zhvillohen në Bruksel. Ne synojmë të takohemi me ata lider që t'i bindim të heqin masat e padrejta ndaj Kosovës. Ky samit që mbahet në Tiranë i jep një zë dhe më të fuqishëm rajonit ton, edhe që të flasim për heqjen e masave të padrejta ndaj Kosovës, siç e përmenda edhe për njohjen nga vendet që nuk e kanë njohur. Të gjitha kërkesat e BE-s, ne i kemi plotësuar dhe kemi një vit që presim përgjigje. Nuk e kemi krijuar në situatën e veri dhe i kemi ndërmarrë masat e kërkuara, tha më tej Osmani.